Gjatë vizitës së tij në Prishtinë me 16 prill 2026, zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme të Belgjikës, Maxime Prevot, i ka dhënë një mbështetje të fuqishme Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe për marrjen e statusit të vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Do të avokoj aktivisht për anëtarësimin tuaj, jo në të ardhmen, por tani. Ka ardhur koha, ka deklaruar Prevot në konferencën e përbashkët për media me ministrin e jashtëm të Kosovës, Glau Konjufca. Prevot ka theksuar se Belgjika mbështet plotësisht dialogun e lehtësuar nga BE-ja dhe bën thirrje për përparim të prekshëm në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Megjithatë, ai ka paralajmëruar se përparimi i vazhdueshëm drejt normalizimit kërkon fokus të vazhdueshëm në uljen e tensioneve, veçanërisht në veri, duke shmangur veprimet e njëanshme. Nga ana tjetër, Konjufca ka falenderuar Prevot për mbështetjen e Belgjikës në procesin e heqjes së masave të BE-s ndaj Kosovës, duke cilësuar këtë si një hap të rëndësishëm përpara. Ai ka theksuar se Kosova pret të marrë pyetësorin për anëtarësim në BE, çështje kjo që sipas tij ka mbetur e pasgjidhur nga Brukseli për më shumë se 3 vjet e gjysmë. Në lidhje me anëtarësimin në Këshillin e Evropës, Konjufca ka akuzuar ish-emisarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, se ka kushtëzuar këtë proces me formimin e asociacionit. Ai ka theksuar se asociacioni nuk është kriter për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe se i vetmi kriter ishte çështja e manastirit të Deçanit, e cila tashmë është zgjidhur. Lajçak na ka ngarkuar me diçka që nuk na takon. Asociacioni nuk është kriter për anëtarësim në Këshillin e Evropës. Tani ajo që na nevojitet është të bindim të tjerët të jenë si Belgjika, e cila thotë se Kosova duhet të anëtarësohet tani, ka deklaruar Konjufca. Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, e cila gjithashtu ka pritur Prevot në takim, ka ritheksuar rëndësinë e avancimit të procesit të anëtarësimit në BE, si dhe për kushtimin e palëkundur të Kosovës për anëtarësim në Këshillin e Evropës dhe në NATO. Kjo vizitë e Prevot është pjesë e një turdeu më të gjerë të tij në Ballkanin Perëndimor, i cili përfshin vizita në Maltëzi, Serbi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjën e Hercegovinë.